I dënuar në Belgjik për ushtrim prostitucioni konfiskohet hoteli dhe bar-restoranti një personi në Elbasan. Në kërkesë të prokurorisë Elbasanit janë konfiskuar pasuritë hotel, bar e restorant të një personi i cili është dënuar në Belgjik për veprën penale ushtrim prostitucioni. Sipas njoftimit të organit akuzës, kërkesa e kësaj të fundit për konfiskimin e pasurisë së shtetasit A Kamami erdhi pas dyshimeve se këto pasuri kishin burimin nga aktiviteti kriminal në Belgjik këtij personi. Kamami është dënuar nga gjykata e apelit në Bruksel me vendim të formës së prerë me 5 vite heqëlirie dhe masë administrative prej 84.000 euro së bashku me disa shqiptar të tjerë. Sa kaq vijnë hetimet për persona të tjerë të përfshirë në aktivitetin kriminal në Belgjik. Me kërkesë të prokurorisë Elbasan konfiskohet pasuria hotel, bar e restorant të shtetasit AK i dënuar në Belgjik për ushtrim prostitucioni. Me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, u konfiskua pasuria e shtetasit AK i dënuar në Bruksel, Belgjik për veprën penale ushtrim prostitucioni, në kuadër të hetimeve mbi procedimin penal numër 11 të vitit 2020. Prokuroria kërkoi konfiskimin e një objekti 2 katësh, bar dhe restorant dhe hotel në pronësi të shtetasit AK në zonën kadastrale numër 2559 në Malasej, Cërik, pasi provoi se shtetasi në fjalë nuk justifikon pasuritë e vendosura në vite me të ardhurat. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan kërkoi konfiskimin pasi dyshon se pasuria e shtetasit AK rrjedh nga aktiviteti i tij kriminal në Belgjik. Ky shtetas rezulton i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata e apelit në Bruksel për prostitucion dhe është dënuar me 5 vite burgim si dhe gjob prej 84.000 euro së bashku me disa shtetas të tjerë shqiptar. Hetimet vijojnë për persona të tjerë të cilët rezultojnë të dënuar së bashku me shtetasin AK në Belgjik, njofton prokuroria e Elbasanit.